Shoqata e pensionistëve të Gostivarit organizoi për të 28 vit me radh manifestimin tradicional Takimet e pensionistëve të Gostivarit, një aktivitet që tashmë është ndëruar në simbol të unitetit dhe bashkëjetesës multietnike. Në këtë ngjarje festive morën pjesë mbi 300 pensionistë nga Gostivari dhe qytetet të tjera të Maqedonisë, përfshirë dhe përfaqësues të lidhjes së pensionistëve të Maqedonisë. Kryetari i shoqatës, Niazi Xhelili, theksoi se ky manifestim dëshmon se solidariteti dhe mirëkuptimi ndëretnik janë vlera që bëjnë shoqatën e Gostivarit shembull në nivel republikan, me mbi 8400 antar aktiv. Ai theksoi gjithashtu se shoqata vepron në ombrellën e përbashkët të komunave Gostivar, Vrapçish dhe Mavrov Rostush, duke bashkuar pensionistë pa dallim etnie e fetare. Për çdo vit radhazi për të 28 herë organizon këtë manifestim. Kështu që ky manifestim është multietnik, pa marrë parasysh ngjyrë, kombë dhe fe. Dhe kënaq fakti se neve në komunën e Gostivarit së bashku, të gjithë, domethënë pjesëmarrësit pensionistë që jemi, organizojmë një takim të përbashkët me valle, këngë dhe muzikë, ku valët i kemi të pandashme në fe dhe komësi. Kënaq fakti se neve, domethënë së bashku jemi të organizuar në mënyrë perfekte, domethënë shumë të mirë. Kjo manifestim përveç të pensionistëve të komunës së Gostivarit, kemi të ftuar dhe pensionistë nga komuna tjera me të cilët më së shumti kemi bashkëpunim. Si për shembull Tetova, përveç atyne misafirëve të ftuar, kryesyes, ka një numër prej 40 tjerë pensionistë që morin pjesë. Po ashtu e kemi, domethënë, Taftaligjen e Shkupit, edhe ajo përveç kryesisë merr pjesë me një numër prej 30 pensionistësh. Përveç asaj kemi edhe Kërçovën me një numër pensionistësh, edhe Strukën me një numër pensionistësh. Domethënë këta 4 qytete kanë ardhur plus kryesisë edhe numër pensionistëve, një numër prej 130 pensionistë. Dhe kjo gëzon fakti që këta së bashku e organizojmë manifestimin. Në kuadër të manifestimit u vlerësua puna aktivit të grave pranë shoqatës së pensionistëve të Gostivarit drejtuar nga Vadie Zendeli. Kryetaria e lidhjes së pensionistëve të Maqedonisë, Stanka Trajkova, vlerësoi organizimin e takimit, duke e cilësuar Gostivarin si shembull të bashkëjetesës dhe harmonisë mes komuniteteve. Ajo theksoi se ky manifestim është një dëshmi se nëpërmjet respektit e miqësisë mund të tejkalojnë paragjykimet dhe stereotipet. Днеска ние се наоѓаме на територија на општина Гостивар. Ne sot ndodhemi në territorin e komunës së Gostivarit, territor nga i cili buron lumi yndvartar. Gostivari si qytet është qendër kulturore dhe administrative, dhe njerëzit që jetojnë në Gostivar, mua dikush më ka thënë se është një vend shumë i bukur për të jetuar edhe atë gjatë gjithë periudhave të vitit. Gostivari është qytet tipik me mjedis me përbërje multietnike. Ku jemi të kjo përbërje multietnike, pikërisht pika pozitive e shoqatës së pensionistëve është që organizon këtë manifestim multietnik, pasi sot këtu marrin pjesë numri i madh pensionistësh nga më shumë shoqata dhe me të drejtë mund të thuhet se sot këtu e kemi Maqedoninë e vogël. Qëllimi i këtij takimi multietnik është që të dëshmojmë se mund të shëmbim stereotipet dhe të tregojmë se pensionistët mes vetë zhvillojnë bashkëjetesë, miqësi, pa marrë parasysh se nga cili nacionalitet janë ata. Në takimin e pensionistëve të Gostivarit kishte mysafir edhe nga Shqipëria. Lavdrim Mimillari, kryetari i shoqatës së pensionistëve të Pogradecit, tha se kryetari i pensionistëve të Gostivarit, Niazi Xhelili, është qytetar deri në Pogradec. Kam kënaqësinë të sjell dhe të përcjell, sepse lidhja tonë midis jush është shumë e gjatë ndër vitesh dhe ju premtoni që do ta mbajmë, po desha të them një diçka. Qeveria juaj dhe qeveria jonë duhet të bëjmë shumë për pensionistët, sepse pensionistat janë ata që kanë ngritur këtë vend. Dhe ju uroj të gjithëve të keni shëndet të plotë. Në radhë parë do përshëndes mikun tonë, Niaziun, kryetarin e shoqatës së pensionistëve të Gostivarit.
një duartrokitje për Njaziun, i cili është njeriu që ju sjell juve gëzim, është njeriu që ju bashkon, është njeriu që ditë punoj me ju. Dhe në prezantimin të që po i jap, po i them që shoqata e pensionistëve të Pogradesit e ka qytetar deri të shoqatës Njaziu. Ngjarje festive që nisi në ora 10:30 dhe zgjati deri pas dite u shoqërua me këngë, valle dhe atmosferë të ngrohtë miqësore, duke treguar se përkundër moshës apo përkatësive të ndryshme, bashkimi dhe gëzimi janë vlera që i bashkojnë të gjithë. Manifestimi takimet e pensionistëve është aktivitet kurorzues si të gjitha aktiviteteve të tjera të shumta që organizon brenda vitit shoqata e pensionistëve të Gostivarit.